Kjo iniciativë ligjore e ime për avancimin e rolit dhe detyrave të forcës së sigurisë së Kosovës është e domosdoshme dhe vetë me qëllim të mbrojtjes së sovranitetit dhe integritetit territorial dhe të ruajtjes së paqes dhe mbrojtjes së interesave shtetërore të Republikës së Kosovës, si edhe kontribon në ndërtimin dhe ruajtjen e paqes dhe stabilitetit rajonal dhe global. Kosova përfundimisht po ndërton ushtrinë e saj moderne. Kosova ka nevojë për të formalizimin përkatësisht formësimin dhe rrumbullakësimin e identitetit të vetë shtetëror. Kjo ka qenë një pjesë e cila ju ka dashur shumë Kosovës, ju ka dashur shumë partnerëve tanë ndërkombëtar, për arsye se përmes këtij transformimi Kosova tani më vetëm nuk është konsumuesi i paqes në rajon, por është kontribuesi i paqes në rajon.